Shqipëri. Territori shqiptar për datën 21 tetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme me mod kryesisht të kthjellë dhe vranësira të lehta kalimtare në zonat malore, verilindore dhe juglindore. Nuk priten rreshje shiu dhe kushtet atmosferike do të jenë të qeta gjatë gjithë ditës. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 7 deri në 8 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond, ndërsa në Bregdet pritet të arrijë deri në 6 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 21 tetor 2025 pritet të jetë i moderuar rreth 3. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 21 tetor do të jetë në orën 6:52, ndërsa perëndimi në orën 17:59 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 10 deri në 19 gradë Celsius. Kukës, 7 deri në 16 gradë Celsius. Peshkopi, 7 deri në 16 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 22 gradë Celsius. Durrës, 12 deri në 22 gradë Celsius. Kavaj, 11 deri në 21 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 21 gradë Celsius. Berat, 10 deri në 22 gradë Celsius. Korçë, 7 deri në 16 gradë Celsius. Vlorë, 13 deri në 22 gradë Celsius. Gjirokastër, 10 deri në 21 gradë Celsius. Sarandë, 14 deri në 23 gradë Celsius.